Kryeministri heq dorë nga blerja e avionit të ri dhe lutet të mbetet gjallë. LSDM kërkon që parat të shkojnë për rritjen e pagës minimale. Nis muaji i Ramazanit, qytetarët po përgatiten ndërsa çmimet janë rritur dhe blerjet janë shtuar. Ndërmarrja e transportit publik përdor autobus 30 vjeçar. Numri udhëtarëve është përgjysmuar. Në Hagë mbahet fjala përfundimtare e ish drejtuesve të UÇK-s. Hashim Thaçi deklaroi se prokuroria e Hagës e vuri rene zezë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Nuk do të blej një aeroplan të ri, por kryeministri Mickoski ka paralajmëruar se mund edhe të mos mbetet gjallë duke përdorur aeroplanin e vjetër. Mickoski tha se gjatë këtyre viteve në pushtet e ka përdorur aeroplanin 4 herë në përputhje me dispozitat ligjore. Pas këtij premtimi të kryeministrit ka reaguar nënkryetaria e LSDM-s Jovana Trnqevska, e cila tha se ky është një shans për t'i ridrejtuar ata para, miliona euro, për të siguruar një pagë minimale prej 600 eurosh për punëtorët. Kryeministri Kristian Mickoski njofton se tërhiqen nga ideja e blerjes së një aeroplani qeveritar. Ai shpreh se do të tërhiqen, por njëkohësisht do të luten të mbeten të gjallë. Mickoski tha se gjatë këtyre viteve në pushtet e ka përdorur aeroplanin 4 herë në përputhje me dispozitat ligjore. Nëse rrëzohemi diku dhe nëse vdesim, atëherë mendoj se do të bëhet e qartë të gjithëve se ky debat për një qeveri të ardhshme dhe disa kryeministra të ardhshëm është i tepërt edhe i pakuptimt. Sipas nënkryetares së LSDM-s Jovana Trnqevska, pasi kryeministri Mickoski, siç tha, hoqi dorë publikisht nga qëllimi i tij për të blerë një aeroplan të ri qeveritar, tha se ja ku është një shans për t'i ridrejtuar ata para miliona euro për të siguruar pagë minimale prej 600 eurosh për punëtorët. Tani nuk ka më justifikim se nuk ka para, meqense parat ishin planifikuar për një aeroplan të ri, dhe tani dëgjuam se nuk do të blihet. Përveç kësaj, keni edhe artikuj nga buxheti që grupi parlamentar i LSDM-s propozoi për të siguruar para për rritjen e pagës minimale, kështu që ka para. Pas akuzave nga LSDM se qeveria po shqyrton blerjen e një aeroplani të ri qeveritar në vend që t'i ridrejtojë këto para për pagat e punëtorëve dhe projektet infrastrukturore, qeveria një ditë më parë informoi se aeroplani qeveritar është përdorur ekskluzivisht në përputhje me rregulloret dhe aktet për përdorimin e tij, dhe se nuk ka asnjë formë abuzimi. Drejtori i Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Ivica Tomovski njoftoi së fundmi se qeveria po shqyrton gjetjen e një mënyre për të siguruar një avion të ri qeveritar, sepse, siç tha ai aktuali nënshtrohet riparimeve të shpeshta dhe është shumë i vogël për t'u përdorur për një delegacion të mirëfillt. Formimi i një partie të vetme nga radhët e koalicionit Vlen do të ishte mirëseardhur për skenën politike. Këtë komente ka bërë kryeministri Kristian Mickoski, kur është pyetur për të ardhmen e koalicionit shqiptar me të cilin janë në bashkëqeverisje. Megjithatë, Mickoski nuk ka dashur të komentojë për zhvillimet e brendshme në koalicionin Vlen. Kryeministri Kristian Mickoski thotë se nuk mund të flasë për situatën brenda koalicionit Vlen sa i përket zhvillimeve të fundit për shkrirjen e Vlenit në një parti. Sipas Mickoskit, konsolidimi në një parti është një mirëseardhur në skenën politike, ndërsa u shpreh se komunikimi dhe raporti me secilin kryetar të Vlenit është, siç thot ai, i rregullt dhe korrekt. Unë mund të them se kam një komunikim jashtëzakonisht korrekt me secilin antar të qeverisë që vjen nga koalicioni Vlen, mund të them shumë të suksesshëm, shumë të drejt për drejt. Kam komunikime të rregullta me kryetarët e partive politike që janë pjesë e koalicionit të Vlen, kështu që mendoj se një subjekt i tillë i konsoliduar është i mirëseardhur në skenën politike,
ndërsa për raportet e brendshme nuk është e kulturuar që të flas unë. Ka disa muaj që vetë liderët e koalicionit Vlen e kanë hedhur si opcion që Vlen të shndrohet në një subjekt të vetëm politik. Megjithatë, kjo temë u aktualizua ditët e fundit. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka theksuar se një nga opsionet që po shqyrtohet është zgjedhja e një kryetari me rotacion. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami e ka përmendur opsionin me 2 kryetar. Kryetari i LDS Izet Mexhiti është shprehur që idea bashkëkryetarëve është një prej ideve kreative të cilat ndoshta nuk janë karakteristike në vend, mirë po njeh bota demokratike. Kurse kryeparlamentari Afrim Gashi ka thënë se Vlen duhet të shkojë drejt konsolidimit, por ajo duhet të bazohet në parimet e barazisë dhe vendimarrjes konsensuale. Kandidati për kryeprokuror Vladimir Pančevski e ka paditur Këshillin e prokurorëve për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Dhe si ata në seancën e mbajtur më 17 shkurt dhanë mendim negativ për kandidaturën e tij. Sipas arsyetimit të Këshillit, Pančevski nuk i plotëson kushtet për të paktën 10 vjet përvojë pune si prokuror publik ose gjykatës në fushën e së drejtës penale. Pančevski ka publikuar edhe një dokument nga Gjykata Penale Shkup ku tregohet se ai ka 12 vite stazh pune. Kandidati për kryeprokuror Vladimir Pančevski, i cili të martën nuk mori mendim pozitiv nga Këshilli i Prokurorëve Publik, ka paraqitur kallëzim penal kundër kryetarit, zëvendëskryetarët edhe anëtarëve të Këshillit, duke pretenduar se ata kanë keqpërdorur pozitën zyrtare gjatë shqyrtimit të kandidaturës së tij. Sipas arsyetimit të Këshillit, Pančevski nuk i plotëson kushtet për të paktën 10 vite provojpune si prokuror publik ose gjykatës në fushën e së drejtës penale. Megjithatë, Pančevski pretendon se anëtarët e Këshillit e kanë shfrytzuar pozitën zyrtare dhe i kanë tejkaluar kompetencat ligjore në kundërshtim me nenin 62, paragrafi 1, alinea 1 të ligjit për prokurorim publike. Ai i bëri thirrje qeverisë që të anulojë procedurën, duke theksuar se Këshilli nuk ka kompetencë të bëjë interpretim autentik të ligjeve, por vetëm të zbatojë ato. Ndërkohë, Pančevski ka publikuar një dokument nga Gjykata Themelore Penale Shkup, sipas të cilit ai ka qenë gjykatës nga 8 shkurti 2008 deri më 28 korrik 2020. Sipas e vërtetimit, ai ka stazhe prej 12 vitesh, 5 muaj dhe 20 ditësh, gjë që sipas tij i hedh poshtë drejt për drejt konstatimet e Këshillit. Sipas interpretimit të Këshillit, kandidati duhet të ketë stazh aktiv deri në ditën e aplikimit, ndërsa Pančevski pretendon se ligji kërkon vetëm stazh të përgjithshëm. Kam paraqitur kallëzim penal për keqpërdorim të pozitës zyrtare kundër Bashkim Besimit, kryetari i Këshillit, Mariana Iljevskë, zëvendës kryetare dhe anëtarëve Jelena Dogazanska-Koleva, Zorica Pavlović, Ermon Neziri, Keti Petkovska, Svetlana Stojković, Dushica Dimitrievska, Ardian Demiri dhe Fati Aliu. Në kallëzim thuhet se ata në seancën e mbajtur më 17 shkurt të 2026 kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurorim publike dhe kanë privuar nga e drejta ligjore për të marrë pjesë në proces e mëtejmës zgjedhor. Pančevski vlerëson se kallëzimi penal është pasqyrimi i sistemit të kalbur gjyqësor dhe u bëri thirrje qeverisë, prokurorisë publike dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që të reagojnë dhe ta sqarojnë procedurën. Kuvendi ka konstatuar dhe konfirmuar dorëheqjen e kreut të Komisionit Rregullator për Energjetik Marko Bislimovski. Veçti, Kuvendi ka konstatuar gjithashtu edhe dorëheqjen e antares së Komisionit për Antikorrupsion Cfeta Ristovska. Ndonse dhanë dorëheqje, as Bislimovski dhe as Ristovska nuk u paraqitën në kuvend për të shpjeguar e arsyetuar dorëheqjet e tyre. Kujtojmë se javë më parë kryetari i Komisionit Rregullator Marko Bislimovski dha dorëheqje nga pozita e tij si kryetar, ndërkaq para se të jepte dorëheqje kundër tij u ngrit procedurë penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Fetahi të gjithë besimtarëve musliman në vend dhe në mërgim i uron një Ramazan të begat, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Ai tha se Ramazani nuk është periudhë e zakonshme kohore, ai vjen si thirrje për qetësi të brendshme dhe për riorganizim të jetës, rreth asaj që është thelbësore. Fetahi tha se agjerimi synon transformimin e karakterit. Agjerimi synon transformimin e karakterit. Nuk mjafton të hesh stomaku,
duhet të hesht edhe e keqja në ne. Nuk mjafton të largohemi nga ushqimi, duhet të largohemi nga përçarja, shpifja, aroganca. Përmes agjerimit ne mësojmë mirënjohjen për begatit që shpesh i marrim si të mirëqena. Ndijmë më afër hallet e atyre që janë në nevojë dhe forcojnë përgjegjësinë ndaj njëri tjetrit. Bujaria, mëshira dhe ndihma ndaj atyre që kanë nevojë janë shprehje konkrete e besimit dhe e agjerimit. Përgatitjet për muajin e Ramazanit kanë shtuar frekuentimin e tregut të gjelbër nga ana e qytetarëve. Qytetarët furnizohen me produkte që përdoren më shumë në kuzhinë gjatë këtij muaji. Tregtarët janë të kënaqur nga shitja, ndërkaq qytetarët ankohen për çmimet. Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, tregjet dhe dyqanet janë mbushur me qytetarë që po bëjnë përgatitjet e fundit për agjerimin. Produktet ushqimore bazë, artikujt tradicional të sofrës së iftarit dhe ëmbëlsirat karakteristike janë ndër më të kërkuarat këto ditë. Krahas atmosferës shpirtërore dhe solidaritetit që e karakterizon këtë muaj, vëmendje e veçantë i kushtohet edhe çmimeve në treg, të cilat për shumë familje mbeten një sfidë shtesë. Qytetarët shprehen të kujdesshëm në shpenzime, ndërsa disa nga shitësit thonë se numri i blerësve është rritur, kurse ndonjë shitës e mohon. Po, momentalisht po, që një 3-4 ditë ma herët pregaditën njerëzit për Ramazan. Momentalisht nur ma këto cene ja, çmimet sigur kanë qenë vjet edhe si vjet janë. Çmimet. Ka qëra se në normalisht të spesa që pak ma shtrenjtë, partizionin pak ma shtrenjtë. Ja, si rritin çmime se problemi është se zvarët e ne. Që të mishë është problemi, lake 1.000 dinar, ka qenë 600, apo çka i bin çmimi ma nartë është, sarina ma shtrenjtë është, e standartë është e ne hurt, rrugës janë tipta, edhe që të është diferencat. Që të problemi? Jo, po çmimet nuk janë shumë të nolta, po nuk ka njerëzit pare. Po çmimet nuk duhet me rritën, fajti ka qeveria, këto tregtarët nuk i kanë fajt, këto qeveria ja rrit doganat atje dhe çka e bin mallin edhe për ata ne këto i hipin çmimet. Faji nuk është te këto. Faji gjithmonë është te pushteti. Të shka me të kallëzu, pak o rrit, pak o zbrit, çështu jemi dikun, ama në prag të kësaj festet madhe të Ramazanit, shqiptarët janë detyruar ta blejnë, edhe kanë nuk kanë. Po deri dikun arrit, për shumë partizioni ka 140. Pak janë një qik lartë, ama çka me bë? Ndërkaq, qytetarët u shprehen se janë të gatshëm të fillojnë muajin e shenjtë të Ramazanit, por disa mendojnë se çmimet janë rritur, kurse disa prej tyre thonë se faji i rritjes së çmimeve është nga dogana dhe qeveria. Po gati jemi veç, po si çdo herë. Si çdo herë. Njësoj si ditëve tjera. Po çmimet janë ashtu si krikon me normë. Nuk janë shumë shtrenjta, po për standardet tona janë mjaft. Por rritje zakonisht para fesave tregtarët i hipin. Po gati është gratë që kanë zakon. Pitë, mantinja, po janë pak çmime pak si lartë, po jemi mësu. Po, mirësh me ble, zejtinga, urma, po. Gjithashtu, qytetarët nuk harojnë të japin urimet e tyre, por njëkohësisht dhe ankesën për rrogat e ulta që kanë ata. Gjithmonë jemi të përgatitëm dhe mirësart, Allah i ka bull keve agjerimin. Po, deri do kundi po, deri do kundi jo, qish zavisi për rrogat e vogla, janë. I sënë të më gajnë pare, mu përgatit qish duhet. Shua, gjithë bëjnë, shka e që jam ma lidh me marë. Ja be çmimet, në rritën si rritin çmimet, zavisi qish i bin për jashtë çmimet. Që shëve në vladat e çmimit. Sa që ka promovofi ka qitë përqarë, se ka përta qesë të ta për lirë çmimit. Ama nuk jo është në çmimet. Marulla, kepa, lirë, nuk kanë qashë. Ramazani po fillon mes përgatitjeve dhe kujdesit për shpenzimet e përditshme, kurse qytetarët shpresojnë që ky muaj i shenjtë të kalojë me më shumë mirëkuptim, solidaritet dhe qetësi për të gjithë. Hullumtimi i Qendrës për Komunikime Civile tregon se ndërmarrja e qarkullimit publik gjatë dekadës së fundit ka humbur pothuajse 30 milion udhëtar në vit, ndërsa numri autobuseve funksionale është zvogluar për 40%. Hullumtimi tregon se ende ka autobus me rreth 30 vjet përdorim.
Transporti publik në kryeqytet po përballet me rënje serioze të kapaciteteve dhe humbje drastike të udhëtarëve, këtë e tregon hulumtimi më i fundit i qendrës për komunikime civile. Sipas të dhënave nga gjithsej 341 autobus, vetëm 185 janë funksional çdo ditë, ndërsa në qarkullim dalin mesatarisht 157 autobus, krahasuar me vitin 2015, kur ndërmarrja kishte 430 autobus, sot ka 89 më pak, edhe numri autobusëve funksional ka rënë ndjeshëm nga 316 vitin 2015 në 185 aktualisht. Si pasojë e kësaj situate, numri i udhëtarëve është përgjysmuar. Në 10 vitet e fundit, numri i udhëtarëve është ulur nga mbi 51 milion në vetëm 22 milion në vit, që do të thotë rreth 30 milion udhëtar më pak çdo vit. Mosha mesatare autobuseve ka arritur 13.3 vjet dhe vazhdon të rritet. Nga qendra për komunikime civile thonë se gjatë 10 viteve të fundit janë bërë vetëm 2 ndërhyrje në drejtim të rinovimit të parkut të autobuseve. Në vitin 2020 janë bler 33 autobus të rinj të markës MAN, ndërsa një vit më pas janë shregjistruar autobusët më të vjetër të markës Sanos. Megjithatë, sipas hulumtimit, këto masa nuk kanë qenë të mjaftueshme për të përmirësuar gjendjen e përditshme. Aktualisht ende ka 10 autobus të markës Sanos me rreth 30 vjet përdorim. Autobuset kinese dhe ukrainase tashmë kanë arritur moshën 18 vjeçare. Më të rinj janë 6 autobus ekologjike të markës turke BMC të vitit 2025, donacion nga Bashkimi Evropian. 210 autobusë, 62% janë të markës kineze Yutong, 64 autobus ose në përqindje 19% janë të markës ukrainase LAS, 33 autobus ose në përqindje 10% janë të markës MAN, 21 solo dhe 12 të artikuluar. Ankesa për numrin e pak të autobuseve, mos respektimin e orareve të qarkullimit dhe kaosit kanë për çdo 2 qytetarët në kryeqytet, ndërkaq hulumtimi realizuar nga Qendra për Komunikime Civile bazohet në raportet vjetore të ndërmarrjes për qarkullim publik dhe të dhënave të siguruara përmes qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Ministria e Transportit ka nisur procedurat për përgatitjen dhe lidhjen e marrëveshjes për transport ajror me Mbretërinë e Arabisë Saudite. Zëvendës Ministria e Transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri përmes një kumtese ka informuar se qëllimi i kësaj marrëveshjeje është krijimi i kornizës juridike që do të mundsojë hapjen e linjave të rregullta ajrore ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Arabisë Saudite. Dy shtetet tona gëzojnë marrëdhënie miqësore dhe një vullnet të përbashkët për thellimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar, rritjen e investimeve dhe zhvillimin e bashkëpunimit në fusha të tjera me interes të ndërsjellë. Vendosja e fluturimeve të rregullta pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e turizmit, lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe biznesit, zgjerimin e shkëmbimeve tregtare si dhe forcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve, ka thënë Zekolli Shaqiri. Ajo shtoi se deri më tani ndërmjet dy vendeve nuk ka ekzistuar komunikim i drejt për drejt ajror. Në Hag sot mbahet seanca e fundit e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. Në fjalën përfundimtare, Hashim Thaqi deklaroi se propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dikmartin. A era viktime fushatës së tyre, ata e ushqyen me informacione të rreme dhe në fund tentuan ta vrisnin për të na fajsuar neve, tha Thaqi. Sipas tij, qëllimi ishte të diskreditohej pavarësia e Kosovës. Thaqi theksoi se ka qenë bashkëpunues dhe se qëllimi i tij ka qenë ta ndërtojë një Kosovë tolerante dhe shumë etnike. Si mund të pretendojë dikush që ne kishim për qëllim ta merrnim kontrollën në Kosovë, kur ne pranuam që Bashkësia Ndërkombëtare të kishte fjalën kryesore në Kosovë dhe pastaj që UÇK-ja t'ia dorëzonte armët NATO-s, ashtu siç ndodhi, ka thënë ai. Kur votuam në Parlamentin e Kosovës për themelimin e kësaj gjykate, ne besuam se ajo do t'i trajtonte akuzat në raportin e Dikmartit.
dhe do të vepronte në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Në praktik, asnjëra tjetra nuk ndodhi. Unë jam kritikuar shumë dhe kritikohem ende në Kosovë. Pse mbështetëm themelimin e kësaj gjykate? Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejt e kritiket e kishin gabim. Kjo prokurori në vend që të heqë rene zezë Kosovës, kërkon t'ja zjet diellin me një stuhi të zezë, të ashtu quajtën ndërmarrje e përbashkët kriminale. Shqipëria, Italia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Rumania angazhohen për avancimin pa vonesa të ndërtimit të korridorit 8 si ndërlidhje e rëndësishme strategjike, politike, ekonomike dhe të sigurisë. Angazhimi i 5 vendeve u konfirmua përmes një deklarate të përbashkët në ministerialin e mbajtur në Tiranë. Korridori 8 ka domethënie strategjike, me rëndësi politike, ekonomike dhe të sigurisë, duke kontribuar në kohezionin europian, bashkëpunimin rajonal dhe integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Thuhet në deklaratën e përbashkët që u miratua në ministerialin për korridorin 8 që u mbajt sot në Tiranë. Theksojmë se ky projekt strategjik infrastrukturor përbën një kuadër kyç për ndërtimin e besimit politik, forcimin e marrëdhënieve të mira fqinësore dhe thellimin e kontakteve ndërmjet njerëzve, veçanërisht mes të rinjve, thuhet ndër tjera në deklaratën e përbashkët. Miliona dokumente që lidhen me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein sugjerojnë ekzistencën e një sipërmarrjeje kriminale globale që kreu akte që përmbushin kriteret ligjore të krimeve kundër njerëzimit, ka deklaruar një panel ekspertësh të pavarur të emëruar nga Këshilli të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Ekspertët thanë se krimet e përshkruara në dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-s u kryen mbi një sfond besimesh supremaciste, racizmi, korrupsione dhe mizogjin e ekstreme. Sipas tyre, këto krime tregojnë një komodifikim dhe dehumanizim të grave dhe vajzave. Shkalla, natyra, karakteri sistematik dhe përhapja transnacionale e këtyre mizorive ndaj grave dhe vajzave është kaq e rëndë sa disa prej tyre mund të përmbushin me të drejtë kriteret ligjore të krimeve kundër njerëzimit, thuhet në deklaratën e ekspertëve. Ata theksuan se akuzat e përfshira në dosje kërkojnë një hetim të pavarur, të thellë dhe të paanshëm. Të paktën 15 trupa janë nxjerrë në brigjet italiane ditët e fundit, ndërsa autoritetet besojnë se ishin emigrant që përpiqeshin të arrinin në vend, duke bërë kalimin jashtëzakonisht të rrezikshëm të mesdheut. Trupat u gjetën në plazhet në Siçili dhe Kalabri dhe në ishullin e vogël Pantelleria. Zyrtarët thanë se duke se ishin emigrant që vdiqën në mod të keq në det javët e fundit. Rruga qendrore mesdhetare e emigrantëve për në Europë, përshkruar nga OKB-ja si më e rrezikshme në botë, është e vështirë edhe kur moti është i mirë. Migrantët gjithashtu merren nga kontrabandistët në vende si Libia dhe Tunizia, në anije që shpesh nuk janë as të përshtatshme për lundrim. Agjencitë e ndihmës kanë frikë se qindra njerëz kanë vdekur në det këtë dimër. Në vitin 2025, më shumë se 2200 njerëz që përpiqeshin të arrinin Europën nga deti humbën jetën, sipas organizatës ndërkombëtare për migracion. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.